Alan Greenspan, njeriu që drejtoi për gati 2 dekada Rezervën Federale, i njohur si Maestro, dhe ishte një nga politikbërësit ekonomik më me ndikim të epokës së tij, u nda nga jeta në moshën 100 vjeçare. Ekonomisti që pati një ndikim të jashtëzakonshëm në ekonominë amerikane dhe atë globale, u nda nga jeta për shkak të komplikimeve që pati nga Parkinsoni, njoftoi gruaja e tij, Andrea Mitchell, që ka qenë korespondentja kryesore në Washington. Ai ishte një gjigant që ndihmoi në formësimin e ekonomisë amerikane për dekada në presidentët e dyja partive, por ishte gjithmonë i ndershëm në pranimin e gabimeve të tij, tha Mitchell. Greenspan u emërua kryetari i Rezervës Federale në vitin 1987 nga presidenti Ronald Reagan dhe mbajti këtë pozicion përmes rënieve dhe lulëzimeve deri kur doli në pension në vitin 2006. Mandati i tij ishte i dytë më i gjatë, 4 muaj më i shkurtër se ai i William McKinley Martin, i cili drejtoi Bankën Qendrore Amerikane nga viti 1951 deri në vitin 1970. Në një mesazh ngushëllimi, Rezerva Federale vuri në dukje se kontributet e tij në politikën monetare dhe mendimin ekonomik lanë një gjurmë që do të zgjasë përgjithmonë në këtë institucion dhe në të gjithë ekonominë. Gjatë kohës së Greenspan në Rezervën Federale, tregjet e aksioneve lulëzuan, por jo pa periudha pa qëndrueshmërie ekstreme. Dora e tij e lirshme në Bankën Qendrore nganjëherë përmendet si shkak i krizës financiare të vitit 2008. Ishte sinqeriteti i tij pazakon në një fjalim televiziv më 5 dhjetor 1996 që shkaktoi një lloj çmendurie në treg. Duke diskutuar sfidat e hapave të politikës monetare, ai tha: "Si mund ta dalloj momentin kur euforia iracionale i ka fryrë në mënyrë të padrejtë vlerat e aseteve, të cilat më pas i nënshtrohen të kurjeve të papritura dhe të zgjatura, siç ka ndodhur në Japoni gjatë dekadës së fundit. Nuk duhet ta nënvlerësojmë ose të bëhemi të vetëkënaqur për kompleksitetin e ndërveprimeve të tregjeve të aseteve dhe ekonomisë", shtoi ai. Fraza "euforia iracionale" u interpretua si një sinjal se Greenspan mendonte se tregu ishte mbivlerësuar. Tregu i aksioneve të Tokios, i cili ishte i hapur në ato momente, ra me 3% për shkak të këtij komenti dhe tregjet e tjera më pas ndoqën të njëjtin trend. Megjithatë, aksionet u rikuperuan shpejt dhe vazhduan në rritje deri në krizën e .com në vitin 2001. Disa njerëz, veçanërisht menaxherët e parave që hedhin sasi të mëdha kesh nga një fond në tjetrin, mendojnë shumë për Greenspan, shkruante Washington Post në mars të vitit 1997. Ata shikojnë çdo fjalë të tij, shënojnë çdo lëvizje të tij, ndjekin çdo buzëqeshje. Sepse pas presidentit, Alan Greenspan është padyshim personi më i fuqishëm i vendit. Me disa fjalë të zgjedhura, ai mund ta dërgojë menjëherë tregun e aksioneve në parajs ose në ferr. Me një përpjekje të dukshme për të shmangur goditjen e tregjeve ose për të mos treguar lëvizjet e Rezervës Federale derisa të vinte koha, Greenspan i fshihte deklaratat e tij me një gjuhë që i bënte mendjet më të mprehta, përfshirë edhe antarët kontroversë të Kongresit të kruanin kokën. Pas tërheqjes nga Rezerva Federale, Greenspan rrëfeu strategjinë e tij për përdorimin e gjuhës konfuze me një shpjegim të qartë. Është një gjuhë qëllimisht e turbull për të shmangur pyetje të caktuara që dalin, të cilave nuk mund të përgjigjeni. Dhe të thuash nuk përgjigjem ose pa koment është në fakt një përgjigje, tha ai në një intervistë në vitin 2007 për CNBC. Greenspan lindi nga prindër hebrejnë më 6 mars 1926 në New York. Babai i tij ishte një broker në bursë dhe analist financiar. Si një djalë i vogël që rritej gjatë depresionit të madh në vitet 1930, kryetari i ardhshëm i Rezervës Federale merrte një pagesë nga prindrit e tij prej 25 cent në javë. Me 25 cent blije më shumë në atë kohë se sa tani, tha Greenspan përpara një audience në vitin 2003. Ai ka qenë pjesë e grupit të jazzit të Woody Herman përpara se të regjistrohej në Universitetin e New Yorkut, duke u diplomuar në bachelor dhe master në ekonomi deri në vitin 1950, ndërsa doktoraturën e përfundoi në vitin 1977 në moshën 51 vjeçare. Në kohën kur mori doktoraturën, Greenspan kishte punuar në Brown Brothers Harman, bordin kombëtar të konferencës industriale dhe firmën konsulente Townsend Greenspan, e cila u mbyll pasi ai u emërua kryetari i Rezervës Federale. Ai shërbeu edhe si kryetari i këshilltarëve ekonomik të presidentit Gerald Ford nga viti 1974 deri në vitin 1977. Nga viti 1981 deri në vitin 1983, Greenspan ishte kryetari i Komisionit Kombëtar për Reformën e Sigurimeve Shoqërore.
I pari nga 5 mandatet në krye të rezervës federale filloi pak para krizës financiare të vitit 1987. Senati konfirmoi emërimin e tij për të pasuar Paul Volcker më 11 gusht. Kjo ndodhi 69 ditë përpara se e hëna e zezë të shkatëronte Wall Street më 19 tetor. Indeksi Dow Jones ra me mbi 22%, rënja më e madhe ditore në histori. Të nesërmen Greenspan konfirmoi gatishmërinë e rezervës federale për të shërbyer si burim likuditeti për të mbështetur sistemin ekonomik dhe financiar. Banka Qendrore uli normat e interesit për të inkurajuar bankat të jepnin hua me kushte normale. Kjo strategji ndihmoi në qetësimin e tregjeve dhe në shmangjen e një recesioni dhe krize bankare. Brenda 2 ditësh, Dow Jones fitoi më shumë se gjysmën e humbjeve gjatë së hënës së zezë. Ky guxim gjithashtu ndihmoi që Greenspan të fitonte Novkën Maestro. Vite më vonë, kritikët fajsuan politikën e parave të lehta që ai përdori për ndihmuar në qetësimin e panikut të tregjeve. Pas atij starti të vrrullshëm, Greenspan e udhëhoqi rezervën federale përmes 2 recesioneve, krizës financiare aziatike të vitit 1997, falimentimit financiar rus të vitit 1998, shpëtimit të fondit spekulativ Long Term Capital Management në vitin 1998, sulmeve terroriste të 11 shtatorit 2001 dhe bumit dhe rënjes së .com nga fundi viteve 90 deri në vitin 2001. Gjatë gjithë kohës ai u përqendrua më shumë në luftimin e inflacionit sesa në realizimin e objektivit tjetër, punësim të plot. Mbështetësit e Greenspan thonë se ai siguroi rritjen më të gjatë ekonomike në historinë e Shteteve të Bashkuara, por kritikët shprehen se politikat e normave të ulta të interesit përgatitën terrenin për fluskën e pasurive të paluajtshme që shpërtheu në një recesion global në vitin 2008, një vit pasi pasardhësi i tij Ben Bernanke mori drejtimin e rezervës federale. Ndonjëherë kritikohem dhe meritoj të kritikohem, por kjo është pjesë e lojës, tha Greenspan për USA Today në vitin 2007. Greenspan pranoi se kishte dieni për praktikat e dyshimta të huadhënies të cilat i shtynin huamarrësit me profil të dobët financiar drejt kredive hipotekore me interesat të ndryshueshme që mbartnin rreziqe të mëdha. Në kujtimet e tij bestseller Epoka e turbulencës, Greenspan mbrojti vendimin për të mbajtur normat e interesit të ulta, një politikë që nxiti shumë amerikanë të blinin shtëpi. Besoj se atëherë, ashtu si edhe sot, përfitimet e një numri më të madh pronarësh banesash e justifikojnë rrezikun. Mbrojtja e pronës private, një shtyllë e ekonomisë së tregut, kërkon një bazë të gjerë qytetarësh që kanë interes ta mbështesin atë politikisht, tha Greenspan. Pasi u largua nga Rezerva Federale, ai hapi firmën e konsulencës Greenspan Associates. Martesa e parë e Greenspan përfundoi me divorc pas më pak se një viti. Në vitin 1997 ai u martua me gazetaren e NBC Andrea Mitchell, 20 vjet më e re. Në kujtimet e tij të vitit 2007, Greenspan vlerësoi presidentët Ford dhe Clinton, por kritikoi ashpër presidentin George W. Bush për moskontrollin e shpenzimeve. Ai kritikoi ashpër edhe presidentin Donald Trump gjatë mandatit të tij të parë për shkak të presionit ndaj rezervës federale për të ulur normat e interesit. Në fund ai kuptoi se pavarësisht gjithë shkencës që qëndron pas ekonomisë, menaxhimi i rrezikut financiar nuk mund t'i përballojë situatat e kolapsit si ajo e recesionit të madh. Frika dhe euforia drejtojnë tregjet, por frika është shumë e fuqishme se euforia. Fluskat financiare rriten shumë ngadalë ndërsa euforia forcohet. Pastaj godet frika dhe rënja ndodh me shpejtësi të madhe. Kur fillova të analizoja këtë fenomen, u trondita intelektualisht. Efekti i përhapjes nga një treg në tjetrin është fenomeni kyç që shkakton shpërbërjen e sistemit.